أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. O gjendëruar, Allah ju shpërblet për gjitha përgjigjet, po e lexojmë pyetjen e vijim. Pse muslimanët, thot një teleshikues, janë të prapambetur në kohën bashkëkohore? E kam për qëllim, thot, se fatkeqësisht në shumë vende muslimane ka luftra, probleme dhe njëkohësisht vuajtje. Nëse Islami është feja saktë dhe muslimanët janë në rrugë të vërtet, atëherë pse ata ballafaqohen me këto luftra e probleme, përderisa të tjera vende janë vazhdimisht në përparim dhe udhëheqin botë? Duhet me thonë pyetje shumë përshkrimi i rartë i asaj që ndodh. Fatkeqësi e madhe është ajo që na shohim, është e vërtetë se media tani do të i kemi vazhdimisht në kontakt të gjithë ato që ndodhin. Është e vërtetë se lajmet kryesore që na vijnë nga një pjesë e botës islame janë lajme të luftrave, të vrasjeve, të gjakderdhjes, të shpërthimeve, të bombave, të granatimeve, të plaçkitjeve, të shkatërimeve, të shembjeve, të flakave, të djegjeve. Kjo është e vërtet fatkeqësisht. Pse ndodh kjo? A ndodh për shkak të fesë apo ndodh për shkak se s'ka fe? Përgjigjja është se një tërësi e madhe, një sasi e madhe e këtyre problemeve ndodh për shkak të mungesës së fesë. Ku? Në dy shtresa kryesore. Në disa vende fatkeqësisht mungon të shtresa udhëheqëse, mungon feja, dhe ata nuk udhëhiqen nga parimi i fesë në menaxhimin dhe qeverisjen e popullit të vet. Dhe janë në ndikim të politikave të ndryshme, të perëndimit apo të lindjes. Dhe një pjesë e përgjegjësisë është e populli, që edhe ata një pjesë e tyre kanë braktisë fen dhe rregullat e fesë dhe veprojnë sipas mendjeve të tyre dhe sjellin këto kobe dhe këto fatkeqësira tek muslimanët. Kjo duke ashtuar kësaj se në perëndim shohim na një mirëqenie ekonomike, sociale. Mirpo edhe atje ka probleme. Problemet janë nga natyra tjetër. Ndoshta atje nuk shohim na vrasje, bombardime. Ama ne atje shohim vetvrasje të shumta. Për shembull, atje shohim vrasje në sekond. Për shembull, në Amerikë ndodhin çdo sekond nga një vrasje. Nga keq përdorimi i lirisë. Për njerëzve që u mungon besimi në Allahun fuqiplot dhe besimi në ditën e ringjalljes, kur nëse ikti pushtetit të dunjos dhe gjykatave të dunjos, nuk mund të ikish gjykatës së Allahut fuqiplot. Paramendo arritja e njerëzve në as stadium që të sjellin ligje për të drejtë për vetvrasje. Bile një ditë në mëngjes bisedojshim me një shqiptar që jeton në Zvicër, po më tregon se aty lere që është dhonë e drejta për vetvrasje, po plus janë themeluar ndërmarrje, paramendo korporata, firma që vinë dhe të ndihmojnë në procesin e përgatitjes për vetvrasje. Vinë për shembull në tavanin tan të ndihmojnë ta vendosh kukën, kur ta vendosh litarin, ta bin atë shkallët e vogla kur ti do të hipesh për të lidhur në litar, edhe pastaj e marrin hakun e tyre dhe ecin. Paramendo ku ka qenë njeriu. Domethënë të ndihmojnë një tjetrin në vetvrasje, në humbjen e sojit njerëzor, pa ta cilën domethënë ka si probleme. Domethënë degenerimi moral, shkatrimi i familjes, për shembull, mungesa e raporteve të ngrohta familjare mes nanës edhe djalit, mes nanës edhe vajzës, mes babës edhe vajzës, mes babës edhe djalit, mes burrit edhe gruas, e mos lartin për më gjër. Të gjithë ata që jetojnë perëndim e thënë këtë fjalë. Se nuk ka raporte familjare aty. Secili domosdoshmë është i pavarur nga tjetri. Edhe këtë ndihmon edhe sistemi ekonomik që e ka ndërtuar ata atje, secili ka pagën e vet, secili ka konton e vet. Burri nuk e din se sa parë ka gruaja në konton e vet, gruaja nuk e din se sa parë ka burri në konton e vet, djali nuk e din se sa ka prindi në konton e vet, prindi nuk e din se sa ka djali në konton e vet. Secili jeton jetë pavarur. Merr banesën e vet nga institucionet shtetërore që janë aty, jetojnë krejtësisht jetë pavarur. Edhe këto janë probleme. Mirë, janë këto probleme të mbuluara që nuk shihen në shikim të parë. Pastaj mediat tona nuk i tregojnë këto raste. E tregojnë vetëm raste që ndodhin atje. Këto është sa i përket problemeve. Domethënë ka probleme në botën islame, kjo është e vërtetë, po ka probleme edhe në perëndim. Për shembull, Suedia që si shtet me status social më të lartë në botë, me të ardhurna domethënë personale më të larta në botë, është gjithashtu vendi me përqindje më të lartë të vetvrasjeve.
E tani edhe kjo është problem, pse ndodh ajo? Kur ti ki gjendjen ekonomike të mirë, banesë ki, kerr ki, punë ki, parë ki, pushim ki, përsëri vetvritesh. Pse ndodh kjo? Do ka atje probleme. Mirë, po neve fundit është e drejtë edhe dikush na thot po ti çka mërzitesh për të tjerë ose çka hyn tek problemet e tjerëve, shikoj zgjidhje problemet e tua. Është e vërtetë. Mirë, po këtë ne ka treguar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ketë trazira, do të ketë telashe, do të ketë vrasje, do të ketë domethënë probleme derisa njerëzit nuk i kthehen fesë. Dhe po të ishin muslimanët besimtarë si duhet, të devotshëm në zbatimin e rregullave të fesë, ata do të ishin pikëspari shtetet me mirë kuptim mes vete, jo të përqara mes vete, nëse themi se do të ishin një shtet, po s'paku domethënë një union i shteteve që kanë strategji dhe veprime të përbashkëta. E dyta, do të ishte ndarja e thesareve dhe të resurseve dhe pasurive natyrore që ka dhënë Allahu, të ndarën në mënyrë të barabartë mes banorëve të shteteve ku i kanë ato pasuri. E treta, do të kishte drejtësi mes vetje dhe ndaj tjerëve, do të kishte motivim të zhvillimit shkencor, do të kishte zhvillim civilizues gjithashtu, fatkeqësisht në mungesë të këtyre dhe në pengesë pastaj të tentativave të sinqerta nga çarqet e ndryshme për të arritur deri te një zhvillim i mirëfillt, këto kanë ndikuar që domosdoshmë muslimanët mos janë në këtë gjendje. Për ta ilustruar me një shembull më konkret, më të prekshëm, na themi për shembull hoxhallart se djemt dhe vajzat tona të vendit ton, të popullit ton duhet shkollohen. Mirë po, edhe ai shkollim duhet ndodh sipas normave dhe rregullave që ne ka mësuar i Madhi Zot. Dhe niset një vajzë me u shkollua. Në procesin e shkollimit të saj vjen dikush dhe i thotë ti s'ke drejt me ardh më shkollu me shami. Domthon, kush po tenton ta lejon, kush po tenton ta lën këtë vajzë ose këtë pjesë të popullit ton të parsimuar, të prapambetur. Diku që i pengon domethënë vetdia fetare islame e asaj vajze apo atë djalit të ri. Andaj me këtë duhet të them se dikush ndoshta edhe mundohet ta pengon një zhvillim normal të një vetdije fetare fundit edhe secili prej neve fetarisht ka drejt me zgjedhje dhe me vendos. Do të jetë besimtar i devotshëm apo nuk do të jetë besimtar i devotshëm. Do të jetë besimtar apo nuk do të jetë hiç besimtar, do të jetë ateist. Është puna jote, mirë po. Nëse unë nuk ndërhyj në besimin tan, dhe s'kam drejt me ndërhyj përveç se me bisedu, me debatu, me të thirr në fen time, që besoj që është e vërtetë dhe ka fakte për të. Gjithashtu ti s'ke drejt me mandalu mu zbatimin e rregullave të fesë time. Mirë po përdesë ka çarçe që u pengon një gjë të tillë, e marrin një iniciativë dhe ndërhyrje të tillë. Për një shembull shumë të thjeshtë, para mendo po të kishte një iniciativë pak më të madhe apo më të fortë, do të ndërhynte dikush me forcën e dhunës dhe me ndërhyrje ushtarake, me forma tjera, me bllokade ekonomike për ta stagnuar një veprim të tillë. Andaj, domthonë, një pjesë e fajit është subjektiv tek muslimanët, sepse ata i kanë braktisë mësimet e fesë dhe detyrat dhe obligimet që kanë kërkoi Allahu të fuqiplot, dhe një pjesë është objektive, vijnë nga rrethonat të cilat domthonë